Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndes edhe një herë nga Live from Tirana në këtë të premte të datës 23 maj, 11:09 orë eksakte në këtë moment, dhe siç ju lajmëruam në krye të herës në Wake Up dhe vazhdimisht gjatë pjesës së parë të programit, tashmë do të flasim për yjet shqiptar të diasporës, i cili është gati për gjysmëfinale dhe finalen e madhe të yjeve të shqiptar të diasporës me një juri profesioniste përbërë nga Ilir Shaqiri, Vikena Kamenica, Alban Male, Ines Memisharaj dhe në moderimin e Danja Kokës së shpejti në prime time në Top Channel, një program në fakt i cili bën bashk yjet shqiptar që nuk jetojnë në Shqipëri, fatmirësisht ose fatkeqësisht për arsye të ndryshme migracioni, por jetojnë në vende të ndryshme në diasporë me familjet e tyre, dhe ky program i ka hapur derën talenteve. Dhe ne tashmë jemi në studio me një talent shumë të veçantë që ka kaluar dhe është përzgjedhur për fazën e parë gjysmëfinale të yjeve të shqiptar të diasporës, Wendy Shaqiri, mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se gjeta, faleminderit. Si jeti? Shumë mirë, faleminderit. Dhe që, Wendy, le ta bëjmë të intervistë dhe le ta bëjmë kështu për qef, le ta shijojmë. Të jemi komod me njëri tjetrin, por ki parasysh diçka. Sot nuk ka rëndësi shumë, mos mendo se si do dalësh në këtë intervistë. Mendoj që pas disa vitesh, kur ti je artiste e madhe, do të futesh, do ta rikërkosh të intervistë në YouTube dhe do ta shohësh se sa para sa vitesh ke qenë në këtë studio, kështu që kjo mund të jetë një arkiv shumë i mirë për ne, por edhe për ty nëse në të ardhmen që me shpirt auroj të jesh një artiste e madhe, shqiptare, italiane apo ndërkombëtare, çrëndsi ka kjo. Si je ti? Ke je rikthyer këtë ditë në Shqipëri, ti jeton në Itali apo jo me familjen? Po, jetoj në Rom. Në Rom, si po gjendesh këtë ditë në Shqipëri? Më thuaj, më trego. Shumë mirë jam të gjetë dhe kam i fje emocione normalisht, se tesh do të shkojmë në studiot e Top Channelit. Po shkodranët nuk mbahen për njerëz që kanë emocione. Ti je nga Shkodra apo jo? Po, Të dy prindit e ke nga Shkodra, nga një qytet që kryesisht kanë nxjerrë talente, po më thuaj pak për ti ke lindur në Itali apo jo, apo ke lindur këtu dhe më pas je zhvendosur? Jo, kam lindur në Shkodër dhe në moshën 5 vjeçare kam shku me prindërit në Rom. Keni emigruar në Rom dhe aty jetoni pra për më shumë se 10 vite. Si është jeta jote atje, më trego pak? Shumë mirë, jam ambientu, gjuhën e di mirë, kam shumë shok dhe... Po, interesante që jo vetëm nuk e ke harruar gjuhën shqipe, por flet dhe këtë theksin shkodran. Kështu flisni në shtëpi? Po, në shtëpi flasim shqip. Je shumë e lidhur ti me Shqipërinë, vjen shpesh kthej me familjen, më thuaj pak. Po, çdo verë mundova me ardh këto me kalu pushimet. Ku e kalon zakonisht pushimet, trego pak? Po, me që jam nga Shkodra, shkojmë te plazhi Velipojs. Okay. Ose ne herë shkoj me tezën edhe me burrin e tezës, shkojmë në Ndërmen, në Vlorë. Të pëlqen Shqipëria? Po, shumë. Kur kthehesh në Shqipëri, përpara se do të flasim normalisht deri në fund programit për emocionet e yjeve shqiptar të diasporës që do xhironi, do të jeni së shpejti në gjysmëfinale, por kur kthehesh në Shqipëri, kush janë këto ushqime tradicionale që ti ke qef, ti provosh te që nuk i gjen dot në Itali? Duke qenë që gjyshat vinë shumë shpesh atje në Rom, mi gatuajnë gjitha. Okej. Por mungojnë shumë ambëlsinet shqiptare, me të thënë drejtën. Çfarë ambëlsirash për shembull? Trileçe, baklava, janë shumë të mira. Okej, interesant. Ndërkohë ti je përzgjedhur konkurove, pra të kem parë në fazën e parë të programit me Ilir Shaqiri në Rom, ku performove stilin Blue apo jo, në mos gaboj. Një stil i vjetër që zakonisht nuk preferohet shumë nga të rinjt sot, por do të kalojmë edhe aty. Më thuaj pak si re në kontakt me këtë program. Ishe ti që pe njoftimin e Top Channel për të aplikuar, ishte mami, babi që të shtyn të aplikoje të merre pjesë? Po, e kam pa njoftimin një ditë në Instagram doli, dhe thash ka një mundësi e mirë, me që faza o pare o bate në Rom. Okej. Edhe mu isha me shku, ja thash prindeve të mi edhe ishin Dakar, më kanë shtetë, si gjithmonë. Çfarë thanë ato kur theti që unë dua të aplikoj të ky program që nis në Top Channel? Ishin shumë të lumtur. Dhe nuk disha si do të shkote, pa dishta me vu vedin loj, me provu. Me sfidu vetë. Ndërkohë, ti e praktikon muzikën në Rom, pra ndje kurse muzike, më thuaj pak. Po, baj leksione të sa vite dhe marr pjesë edhe kështu në aktivitete shkollore. Vitin e kaluar kam marr pjesë në një musical. Dhe ose laborator jazzit. Marr gjithmonë pjesë ku kam mundësi.
Kush ta ka injektuar këtë dëshirën për blues music, për këtë muzikën, për këtë rrymë që thash sot nuk është kaq shumë komerciale dhe në treg, por si ka mundësi që një vajzë në moshën tënde pëlqen këtë lloj rrymë dhe shkon e konkuron të yjet shqiptar diasporës me këtë lloj rrymë që nuk është e lehtë në fakt për të kënduar. Po, si thash, vitin e kaluar kam marrë pjesë te ky laborator i jazzit, dhe aty kisha performuar me këtë këngë në sola që kam bërë te faza parë e artistes Nina Xili, dhe më ka pëlqyer kështu ma vete zonin ta nxjerrë zërin e pa, pra, talentin tënd. Kush janë artistët tu të preferuar? Çfarë dëgjon ti më shpesh? Kam shumë artistë të preferuar, Lady Gaga, Billie Eilish, Rihanna, Bruno Mars, kam shumë. Billie Eilish është e gjeneratës tuaj, i përket gjeneratës së re dhe ka e di besoj që ka bërë namin në këto kompeticione të ndërkombëtare muzikore duke fituar çmime në një moshë shumë të re. Ti çfarë synon, ku synon të arrish me muzikën tënde? Synoj të arri sa ma larg, shpresoj, tesh i herë me këtë eksperiencë jam të rrit shumë. Profesionalisht. Po, profesionalisht, edhe shpresoj që do të vazhdoj kështu, se çish kur jam e vogël kënaj. Edhe ko kanë gjithmonë pasioni im. Mirë, Wendy, do ta vazhdojmë bisedën për pak. Jemi duke biseduar me Wendy Shaqirin për yjet shqiptar të diasporës, së shpejti në ekranin Top Channel. Ndërkohë, ne duhet të shkëputemi për pak reklama, dhe rikthehemi pas pak në programin Wendy. Diaspor në vende të ndryshme të botës, mbështetur nga Fondacioni Mediatik Dritan Hoxha, së shpejti në ekranin Top Channel me gjysmëfinalet dhe me finalen e madhe. Ndërkohë, ne vazhdojmë të jemi në studio me Wendy Shaqirin, një talente shkodrane, e cila prej vitesh jeton në Rom të Italisë. Wendy, së shpejti vjen gjysmëfinale ku ti do të performosh. Nuk dua të pyes se çfarë këngë do të këndosh aty, se nuk do doja kurrë si të prishnim surprizat e spektaklit, por më thuaj pak si po shkon organizimi, ke emocione. Top Channel ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë televizioni që bën bashkë shqiptarët kudo në botë me programe e tij fantastike, por edhe mundësitë që jep shqiptarëve që jetojnë jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj. Ju e keni parë Topin për vitesh nga Roma Italisë. Së shpejti do t'jesh në zemër të Top Channel në një skenë gjigande për të performuar. Më thuaj pak, a ke emocione, si janë këto emocione? Po, emocione normalisht kam. Shpresoj që mandaj në skenë do të arrimi kontrollu edhe me i tregu tjerëve kështu talentin tem. Edhe jam të punu shumë për me dalë sa ma mirë, dhe shpresoj të shkojnë mirë. Me zi pres me kajnë atë, se të shërë dhe dita. Do të mbetesh në të njëjtin stilin performuar, apo do të dalësh pak nga? Ke ndru stilin, ke ndru zhanër. Njoftimin besoj për jurim profesioniste e ke parë. Po. Si do duken ato? Se ti Ilirin e ke takuar në fazën e parë të prezantimit, ku ishte prezantimi jot i parë. Si do duken këta të tjerët? Kush mendon që do të jetë më i rrept me ty? Kush mendon që do të jetë më i mirë? Tesh me thonë drejtë, janë gjithë artistat mlaj, normalisht nuk ka që kam frikë, pa shpresoj që kanë me pas një mendim të mirë për mu, kur të performaj, dhe kështu gjithë. Wendy, më ka bërë përshtypje, jo vetëm mua, por edhe shikuesit e këtij programi, mbi emrin jot, në fakt edhe Iliri të ngacmoi në episodin e parë. Ti nuk e lidhe fare fisnore me Ilirin apo jo? Jo, është vetëm rastësi mbi emrin, por që mbi emri i përket një familje të madhe artistësh, kështu që unë uroj që edhe ti të bësh një artiste e madhe në të ardhmen. Ndërkohë unë e ceka pak në nisë të programit që Shkodra ka nxjerrë shumë artistë në art, në aktrim, në muzikë, në gjini të ndryshme arti. Me këngë artistë shkodran, për shembull, ku diun do doja të bashkëpunoje, të bëj një këngë Arilinara, nuk e di. Ka shumë këngëtarë Shkodra që kanë nxjerrë. Për shembull, ata të Elhajda Dani, Shkodra elektronike? Shkodra elektronike. E kam një Eurovizionin, një çdo vit, pa këtë vit në jam shumë krenare për Shkodrën elektronike, po. Si të do performanca e tyre? Shumë kanë pëlqyer. Të renditur në vend të tjetra apo jo? Mendon që meritojnë më shumë? Po. Më shumë. Pakten në vend të tretë, pakten. Si e përshkruan rrugtimin tënd në këtë program deri tani? Çfarë si do ta përkufizoje me 2-3 fjalë? Tash mund me thirr kështu rritje, se rritje personale pa dhe profesionale. Dhe
Do me thonë, kam kalu prej çiknosha në shtëpi teme ose në shfaqjet shkollore në televizor. Tani do të shohin krejt shqiptarët. Krejt shqiptarët do shohin Wendy. Konkurenca është e fortë në çdo kompeticion artistik dhe televiziv. Beson që do të jesh në finale? Tash jena 22 vjet, janë gjithë të përgatitur, janë shumë përgatitur. Vetë se shpresaj të kalaj në finale, se edhe unë jam të punu shumë. Uroj me shpirt, por ti ndërkohë në Itali e në fakultet, si janë të ndarë atje, se nuk e përshtatet me moshën, në çfarë fazat e shkollës je? Je në studime të larta? Je në mesatare. Për çfarë do t'i vazhdosh studimet pastaj mesatare? Domethënë dua të pyes pak që prioritet në jetën tënde ti mendon të kesh vetëm muzikën, bësh një artiste e madhe, apo ke ndonjë profesion tjetër që mendon ta kesh si punë apo ku ta di unë? Normalisht muzika është shumë e rëndësishme për mua. Pa kam qejf të bëj edhe kështu universitet. Për momentin kam menduar ndoshta do të bëj arkitekturë. Të pëlqen arkitektura? Po. Domethënë nga arti në art, dhe arkitektura pjesë e artit është. Po. Por e sheh muzikën se një rrugë të jetës tënde që do ta ndjekësh deri në fund, pavarësisht se si shkojnë gjërat rrugës peripetësisë. Se arti absolutisht është si çdo gjë tjetër në jetë, por arti është pak më i vështirë. Ne kemi parë plot filma apo dokumentarë të artistëve të ndryshëm që dalin nga një garë, nuk fitojnë, qajnë, mërziten, pastaj kënga nuk e ecën. Por kjo gjëja do pak punë. Ti je bindur që do të bëhesh këngëtare e madhe në të ardhmen? E shpresoj, pa edhe në që se nuk shkën si e mendaj, normalisht muzika ka mendaj njëtën teme ton kohën, se kënaj gjithë kohën, dhe me thonë, më pëlqen shumë muzika. E ke pjesë të rëndësishme të jetës tënde. Çfarë këngë shqiptare këndon? Nuk kënaj shumë. Nuk këndon shumë, por dëgjon? Po, e ndëgjoj. Kush janë artistë shqiptarë që dëgjon atje në Rom të Italisë? Elvana Gjata, Dorata Dora, Ylli Limani. Këta. Kush do të jetë aty në sallën e yjeve shqiptar diasporës për të mbështetur, duart trokitur e për të dhënë zemër? Kë ke marr me vete? Në backstage do të jenë Tezja dhe Gjyshja, dhe në publik vinë familja ime. Do ke shumë familjar. Po prindrit? Prindrit kanë në Rom, me që ja kam momin në shtatzon, ashtë të mujtë e funë. Marshall, do të bësh me vlla. Me vlla, mashallah, urime, dhe pasin e goxha se bepe të mira këtë periudhë si ti në karrierë, por dhe aspekte familjare, por gjithsesi e bëj këtë bisedë për të kuptuar që kush e ka provuar emigracioni nuk është i lehtë, pavarësisht që kushtet ekonomike shpeshherë andej mund të jenë më të mira, por këto janë peripecitë, pra që nuk shkëputesh dot nga puna për të vizituar vendin tënd, vjen një herë në vit, disa vijnë shumë rrallë. Pasi të mbarosh punën me këtë program, pra me Yjet Shqiptar Diasporës, do të qëndrosh edhe për pak ditë në Shqipëri? Po, do të rri disa ditë inshallah. Nga do shkosh, nga do bredhosh themi ne. Nëse do të jenë koha mirë, pa shka një plazh. Dhe nëse ja, pa baj fije kështu, do dali fije. Tripet vogla, kështu gjëra të vogla. Po. Mirë. Zonjat e të shpejti në ekranin e Top Channel, Yjet Shqiptar të Diasporës, një program fantastik mbështetur nga Fondacioni Mediatik Dritan Hoxha, së shpejti me 2 gjysmë finale dhe me finalen e madhe ku njëri prej 22 konkurrentëve do të rëmbej çmimin e madh, por me sa kam kuptuar mund të ketë dhe surpriza të tjera në finale. Edhe urojmë suksese jo vetëm Wendyt, por të gjithë yjeve që marrin pjesë në këtë program dhe garojnë dhe kanë lënë emigracionin për pak ditë për të ardhur dhe për të realizuar një ëndër të tyre që lidhet me artin në skenën gjigande të Top Channel së shpejti në prime time. Të falenderoj shumë që ishe në programet dashur dhe të uroj shumë suksese ty, familjes tënde, karrierës tënde, edhe uroj që pas disa vitesh ta rishojmë bashkë të intervistë që si një rikujtesë kur të bësh artiste e madhe. Faleminderit. Mirë, ishim me Wendy Shaqiri, 11:29 orë eksakte në këtë moment, në këtë të premtë të datës 23 maj. Ne shkëputim për pak reklama, rikthehemi pas pak në Live from Tirana.